Mirë se erdhët në një vlog të ri për ju që nuk më njihni, unë jam Roala dhe si gjithmonë vloget i hap në makinë. Por kësaj radhe nuk kemi në Itali, por jemi në Shqipëri. Kemi dhe Erik, para kemi shoferin dhe punatin e shoferit. Ku është punat? Vëlla im. Tani po shkojmë në Shëngjin. Është ora diku 5 kështu se mas ditës. Sa është ora? Ora 5:25. Po pra 5:30. Ne shkojmë me një shëtitje. Dhe ta shohim sa bukur është bërë Shëngjin. Ja ka ndryshuar diçka apo jo. Lezhë është përmirësuar goxha nga trotuarët, nga pallatet që kanë rregulluar. Shohim edhe Shëngjin. Erik, fai un ciao? No, nice, ok. Në rast se ende nuk më keni subscribe, mos harroni të klikoni mbi zërin subscribe, se është komplet falas dhe ju merr një sekond nga jeta juaj dhe të lini like për këtë video. Okej, e sigurt që për ndërtime të reja s'kam bërë boll këtu në Shëngjin. Tani po sistemojnë gjithçka për sezonin veror. Hajde Erik. Dhe Erik që nuk po s'hillet fare mirë. No. Do vlog sheqeri nuk e ha, do popcorn nuk e ha. Doj. Ecco! Eccolo! Ah, yeah, ce l'hai fatta! Bravo! Ma non riusciamo! Guarda che flotta! Ciao! Dhe shëtitja përfundoi, tani po shkojmë drejt makinës. Doj të freskohet më një herë, për normal kisha bluzë, tjera. Është shumë e keq kjo pranvera, se nuk merret vesh. Një herë bën nxehtë, një herë bën ftohtë. S'kuptohet asgjë. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Mirëmëngjes, me një ditë të re. Kemi ne të tregtë mbrapa. Dhe do shkojmë në një vend të bukur, se kishte emër? Boys, restaurant Cavalieri. Para kemi Ernisin dhe vllajin tim dhe po shkojmë të marrim babin tek puna. Përse Erik sa u zgjon nga gjumi, gjëja parë që tha ishte. Non c'è nonno? Dov'è nonno? Ma ne così, permanent tempo non pesante. Non hapet ma. Indifferent. Dhe e mbaço? Cum se ç'ishte No. A dera Muniz? Këtë të buruate. është për me çu. No, mamma. Chiudo? Urto këshoj të po më të vugle, me të kuqen e dorës. Mamma. Mamma. Mamma, curicola. La splendor. Curicola, mamma. Sì. Mi siedo di sì. Rutmina do të ngodi. Nham. Na qua che la papana. Ma quanto siamo belli! Così. Drum destinacione se kemi kuptuar nuk kemi shkuar në Bajz. Si kishte emrin e vendit ku do shkoshim? Bajz. Na u përshë rrota. Kështu arritëm në shtëpim, si unë sa arrita të bëj asnjë foto me këtë fustanin, kështu që do e vesh përse një herë tjetër për të bërë foto. Dhe në fakt e kam pas marrë tek website-i Ali Likes Vjet, por nga që më erdhi nga fundi i gushtit, nuk e shijova shumë. Tani po që më bathet. Dhe siç thash, po ndërruam destinacion, pastaj hëngrëm drejt tek një restoran tek rruga Lezhë Shkodër, në Ballëdre, nëse s'ka bëj. Sepse na u prish rrota, një nga rrotat e parë me
të makines, munduam të ndronim atë gomën emergjencës, por përsëri nuk është se bante shumë dhe atje ku të shkojmë në Bajz është goxha larë, se është për te i Shkodrës, për te Malësis, pas të kuptova. Papi tha gati në kufi me malin e zi. Kështë që tha mos të ngelim kota atje dhe tha mirë këthemi për në lejë një restorant afer. Dhe kështu erdhëm tani në shtëpi, kemi ngrënë shumë mirë në fakt, por shumë. Tani sigur të flem pak, nuk do ishte keq. Tani është super. E nisi nuk e pëlqeu shumë, tha model taj vjetër, po më pëlqen shumë. Sidomos Erik tha, wow, vestito roza. Të pëlqeni tash? Si. Mjafton, tjali. Në një video para ca kohësh që treguar që kam bler tek Shein, pa ta bler kët për bizhu, dhe është vërtet shumë komode kur udhton. Ha mama. Scusa. Hajde. Dhe mban bizhu aty pak edhe? Që mban bizhu kur udhton, kut kështu, e mbyll. Sherenis, ke pas ka dubbia. Komode. Nëse po mundohet të rregulloj tani televizorin që të shojë ndeshjen Milan, që ka kohë, por të përgatitet. Tani të vë thot të hoqa, unazat, që mos më humbasin. E kështu, tani të pushoj. Se nuk kam bërë asgjë, por kam përkalluar. Po bërë asgjë. Nuk e di, po gjithmonë pas dreka, pas ushqimit, më vjen gjumë. Gatuj me mami. Atë vjen qese Merleze? Se në qesa? Okej, regull. Jam edhe unë dhe mami ka futu. Shikojeni. Janë si këto të suflaqeve. Dhe me duam të ham lejt. Dhe me. Po që që? Zjarë fiksja. Brava nana. C'è nonno al telefono. Bravo. To, me në mëmukën. Shumë mirë bane, unë e pash kompata. Heta. Ma që tu bote e salot? Gjithësi lemi unë këtu ke balkoni bara kuzhina. Njeri po han kulacin. To. Ma mere. Ka dhe buka për fjallin kjo. Unë maroj? Mangja. Mirë mëngjes, më një ditë e re. Sot është ditëlindja e mami dhe bën 60 vjeç. Po mi gati për të vajtur tek restoranti. Unë kam bërë dhe make-up, kam bërë një eyeliner blu jeshil. Nuk di a duket. Dhe po bëmi gati. Por duam t'i bëjmë edhe një prank të vogël lidhur me dhuratën. Ta shohim se si reagon. Shpresoj që mos ngeli keq. Dhe në fakt, çantën. Ne kemi mbledhur një telefon të ri për dhuratë, për ditëlindje. Por nga që kemi mbledhur një cover për telefonin, që të një të bukur këtu në Lezhë, se telefonin e kam marrë në Itali. Tham dhe shikon se skandal që e kam mbështjellë, sepse nuk po gjeja letër tjetër, se ka të kam mbështjellur mirë në Itali. Dhe tham t'japin në fillim këtë, më qenë si thoja unë bëjmë një cover të ri për telefonin tënd, të gjeni të bukur. Po thonë të mamë, nëse gjeni një të bukur për telefonin në rregull, edhe ta shohim që si ngel, edhe mbështjellja është skandaloze, duket një copë çokoladate. Ta shohim si ngel, pastaj kur ta provoj tek telefoni vet aktual, të thotë po nuk më bie. Thonë, pas kemi ngatruar telefon. Pas kemi ndruar model telefoni dhe pastaj të japim dhuratën e vërtetë. Të dyja janë dhurata, sepse ky është cover i ri që është tamam për telefonin, por që normale nuk është vetëm dhurata. Shpresoj që mos ngeli shumë keq. Ne tani do bëhemi gati. Iku dielli. Shpresoj mos na bjen një shi, por është goxha vap. Më manko goxha e mirë, me thënë drejtën. Kështu. Tani që dërgëve se çfarë do vesh. Atëherë, unë do vesh këtë jumpsuitin që kam marrë te Zara. Është kështu me pantallona të gjëra dhe tek pjesa sipër është i ngjitur, se është jumpsuit. Po ngjan sikur është një kanotiere sipër, mbrapa është kështu shumë i lezetshëm. Në fakt kam goxha kohë, se ta pak shumë mirë. Kam goxha kohë që e kam, por e veshim shumë për raste, shumë klasik, shumë modern. Por po mendoja duke qenë se një do shkojmë të ham tek Mirzizanave,
se shumë kanë ju e njohin si restorante shumë mirë, na pëlqen shumë. Pastaj do shkojmë të bëjmë një xhiro në Shkodër. Përshëndes gjithë shkodranët që më ndjekin. Dhe thashë ti më komod ta provoj se si mund shkoj me atletet e bara, do të thënë ta kthej pak atë klasiken, ta bëj pak më casual. Ti më komod dhe pas edhe për të shëtitur. Ta shohim se si do rri. Po një herë që më rri shumë mirë. Aja, më ra. Por së pari të vesh erik, sepse pastaj me lodh tuk i vajtën mbrapa, dhe pastaj të vesh i vetën. Hajdeni! Busa! Hajde! Hajdeni! Avanti! Po i bjen derës, mamën që po më sëmbjoj derës para se të hapësh, se më të jetë mama diku veshu. Hajdeni! Hajdeni pra! Nejse. Aj more një. Ja u vesha, po marrë. Se më mëndi me vesha më slitet bardha. Ja ku është edhe i këtu. Tada! Edhe Renisi aty. Odo me rëmuj me roba, hajde ikim tani. Po të rritë marrë roba. I know you told your friend you're not okay. And tell me Auguri Nana! Auguri Nana! Little book e pasin në E ke nga ne kalamajt. Nga ne kalamajt. Kalamajt në fanqin po. Kalamajt të mbaj. Për se këtë mëra bateria. Po celularin tanë maj? Ku e ke celularin? Ku e ke celularin? Celularin tanë maj mama, është për telefonin tanë. është për coverin telefonin tanë. Telefonin tanë, mam, ka pa cover. Ku e ke? Ku e ke? Provoje? Po. Oh, dash ke telefon ti. Ja me che dori me lui. Na. Kom. Zuar na. Tek shopo. E ke prapsht. Auguri Nana. Deixa me botar uma música. He mbaru me drejtën. Po filmoj me telefon se më shkariku kamera. Dhe bateria rezervë që i kisha marrë shkariku. Qa është? Fit right here. Erik, qua papà. Ma se accende il fuoco. Tani po shohim dhe kafshët. E mangiano quelli, sì. Ole. Capra. Oh, e fiu kokën. Ka turrata që si reale me tonin. S'mund me mor një tamam. Po pashi. Tani i vi qesin ma zemër, s'futen makinë. Po. Passo ma macchina. Dai, che. Andiamo, Max. Apri la mano, ti dà papà. Bravo. Dagli la mano vicina. È buono, amore mio. È carino quello lì, sì. Amore, compriamo una capra a casa? Ja erdhi Darka. Nisi po merr me telefonin e mamit. Ok, në rregull. Tutto bene.
23 maj, a që dinë sot? Të 60 sa? 62. Vërtet se ka bërë 60 vjeç sot. Unë domate, kastrolec, vezë, zima. Bokim hëngër gjatë rënda të ditë. 80 erdhi? Ta kam gjatë leka sonte, i të më mbyllim këtu. Pak të një erdhi. Tjerë që bëjmë muhabet. Ne do shihemi edhe ditët në vazhdim. Speroni të jepni like videos, të komentoni. Faj ciao Renis. Ciao. A? Jo, vazhdo. Ciao, shihemi në ditët tjetër. Çfarë? Petula. Kush ka vënë?